Mjeku zbulon pse keni gjithmonë këmbët të ftohta. Këmbët e ftohta mund të jenë një reagim normal i trupit ndaj temperaturës, por ndonjëherë kjo mund të lidhet edhe me një gjendje mjekësore që ka nevojë për trajtime. Sëmundjet nga diabeti dhe anemia mund të ndikojnë në temperaturën e këmbëve. Simptomat të tjera mund të vinë së bashku me këmbët e ftohta ose të sinjalizojnë një gjendje mjekësore që përfshin dobësi dhe dhimbje në duar dhe në këmbë. Ndjeshmëri ndaj të ftohtit, ngjyra e lëkurës suaj ndryshon kur keni ftohtë ose jeni të stresuar. Një ndjesim pirje ndërsa ngroheni ose lehtësoni stresin. Shkaqet e mundshme mund të jenë anemia, diabeti, hipotiroidizmi e të tjera. Këmbët tuaja mund të jenë të ftohta nëse jeni anemik. Kjo do të thotë se nuk keni qarkullim të mjaftueshëm të gjakut në pjesën e ekstremiteteve të ndryshme, si të lartme dhe të poshtme. Mund të keni edhe sëmundje të arterieve periferike, kjo mund të jetë për shkak të ndonjë bllokimi të enëve të gjakut që shkakton një qarkullim të dobët. Diabeti mund të jetë një tjetër arsye.